Mirdita. Fillojmë me mësimin e sodit për e klasën nga lënda e matematikës. Funksionet, grafiku i funksionit. Më përpara ne kemi mësuar për sistemin koordinativ të Descartesit, do të thonë që në klasën e 6. René Descartes një filozof dhe matematicien francez, i cili e ka bë i pari sistemi koordinativ këndrejt, prandaj quhet i Descartesit. E dim që sistemi koordinativ bëhet prej dy drejtave, të cilët janë drejtza numerike, edhe pse unë këtu nuk kam dhënë në njësi elemente njësi, shohim se kemi boshtin x apo boshtin abscisave dhe boshtin y, boshtin ordinatave, që mbarojnë me shigjeta, do të thonë vazhdojnë më të qe. Boshti abscisave prej pikës 0 deri në anën e gjastë është pozitiv dhe prej pikës 0 në anën e majtë është negativ, do thotë pikë prerjes. Kurse prej pikës pikë prerjes deri lart ka y është pozitive, prej pikë prerjes poshtë është negative. Në qoftë duhet të shohim si mund të paraqesim pikat në boshtin numerik. Ne atë kemi mësuar përpara dhe kemi thënë se pikat paraqiten në atë mënyrë që paraqiten elementet njësi, edhe nëpër to kalojnë drejtëzat. Unë këtu kam drejtëza paralele me boshtin abscisave dhe me boshtin e ordinatave. Për shembull, për x barazi me 4, kam shkuar 4 njësi me x-in, dhe paralel me y-in, pasi nuk kemi pika që e ndrojnë këte dhe pikat e drejtësës së dhanë x barazi me 4, janë një lloj të larguara prej boshtit y. Nëse x është 0, y-i 2, do të thotë boshti apo drejtësa e fituar është paralel me boshtin e abscisave, boshtin x. Të gjithë pikat që janë një lloj të larguara prej boshtit dhe janë paralele. Funksioni paraqet vlerat e y-it për vlerat hirëse për x të dhëna në formulën y barazi m për x plus c, ose ax plus b barazi me c, thot gjeqja e vlerave të y-it për vlerat e x-it quhet funksion linear. Zgjedhja e një funksioni linear bëhet në mënyrë tabelare. Njësimi i pikave është zgjedhja analitike. Pikat e fituara shënohen në grafik të funksionit. Shënimi i pikave është një përgatitje për zgjedhjen e funksionit, për gjetje e drejtësës që do të kalojë nëpër këta pika, e cila është zgjedhja e këtij funksioni. Ja një shembull të njësoj funksionit y barazi të x plus 1, ku është paraqitur në mënyra tabelare së pari, vlerat e x-it të thamë përpara, i japim ne vetë, kurse vlerat e y-it i njësojmë. Funksioni mund të paraqitet edhe me anë të makinës funksionale, 2 herë x plus 1 barazi me y, edhe në mënyrën analitike, për vlerat e x-it minus 2, y-i është i barabartë 2 herë minus 2 që është minus 4, plus 1 është minus 3, për x1, y-i barabartë me 2, 2 herë minus 1 minus 2, plus 1 minus 1, dhe për x barazi me 0, 2 herë 0 është 0, plus 1 vetëm 1. Ja si të duket grafiku i funksionit në sistem koordinativ këndrejt. Shohim pikat e gjetura 2 dhe 4 me të kuqe,
është bërë pikë prej e atyre dhe është gjithë pika e parë. Pika e dytë është 1 dhe -1, ja ku kemi gjetë, dhe pika e tretë është 0 dhe 1. Ne dim se për të vizituar një drejtës na duhen së paku 2 pika. Ne tu kemi 3 pika dhe kemi gjetë grafikun e funksionit. Në këtë mënyrë e kemi vizatuar grafikun e tij, që është drejtësa që kalon nëpër pikat 2, 3, -1, -1 dhe 1. Pasi e mbaruam me këtë, detyra shtëpie të vizatohen grafiqet e funksioneve, të cilët kemi të paraqitur detyrat të vizatohet grafiku funksionit nëse x i 0 dhe y i 3, x i 0 dhe y i 4, të zgjidhur funksioni y barazi me 3x minus 2 për detyrë shtëpie. Prandaj, ju falenderoj dhe qofshim me shëndet. Në të ardhmen do të paraqitena me video të tjera.